Këshilli i Qarkut në Vlorë në mbledhjen e kësaj të hëne diskutoi dhe miratoi disa shtesa për ndryshimet në buxhetin e Këshillit të Qarkut për vitin 2026, të miratuar me vendimin numër 25 datë 22/12/2025 i ndryshuar. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka theksoi në fjalën e tij se ndryshimet buxhetore dhe konkretisht shtesat në buxhet kërkoi të lidheshin me raportin e monitorimit, ndërsa tha se rëndësi kanë kushtuar investimeve. Dhe kur kërkova që shtesat në buxhet, ndryshimet në buxhet lidheshin me raportin e monitorimit, siç e pat në 4 muajorën e parë, investimet rezultonin në 231 rezultonin në 0%. Dhe më duhet të relatoj përse janë kryer 2 thirrje për prokurim të 2 investimeve që ne kemi parashikuar, lapidari Mavrovës dhe fusha tereni sportiv në Aliko, ndërkohë që nuk ka pasur fitues në disa herë që e kemi shpallur, pasi o nuk ka pasur oferta, ose oferta vetme që ka qenë nuk ka qenë me dokumentacion në rregull. Pra janë 2 prokurime që do rihidhen. Ndërkohë nga ana tjetër nuk është prokuruar akoma një investim i madh në Bashkinë Selenic, që është loti i parë i rrugës që folëm pak më parë të Vllajinës, pasi prisnim oponencën dhe oponenca ka ardhur vetëm javën e kaluar. Ndërkohë që zyra jon është duke u marrë me përgatitjen e dokumentacionit dhe brenda 10 ditëve do të fillojë edhe shpallja e këtij prokurimi, që normalisht bashkë me 2 prokurimet e tjera do të bëjnë që të realizohet buxheti. Nga ana tjetër, po të shikoni, zyrat janë goxha të ngarkuara, pasi do prokurojnë të 2 prokurimet përsëri lapidarin, Alikon edhe rrugën e Vllajinës, që është goxha prokurim i madh, po kështu edhe prokurimin me fond të huaj të Kalivuazari, i cili është një procedurë jo e lehtë për të ndjekur, pasi zbatohet ligji i Pragut, që është i Bashkimit Evropian, dhe aty ka procedura të tjera njoftimi, procedura më të qarta transparente dhe janë procedura ndërkombëtare, kështu që kemi pranuar në këtë buxhet kërkesën e Bashkisë Delvin që investimin e tyre në rrugën e Kopaqës, që është një tjetër investim, tua transferojmë, pasi nëse ne do të merrem me 4 prokurime rresht dhe me një prag, i bie që të vinte radha rreth vjetorit. Dhe kjo do të krijonte vonesa në prokurim, vonesat e njerëzit që mezi e presin këtë investim, kështu që kemi sjell si ndryshim nga investim të tonin ta bëjmë transfer të këtë në Bashkinë Delvin. Drejtoresha e Financës në Këshillin e Qarkut Anisa Hyseni, duke folur për disa shtesa dhe ndryshime buxhetore, i konkretizoi ato me gjuhën e shifrave. Ky buxhet shkon vetëm për llogarinë 602, sepse i tillë është projekti që ka vetëm shpenzime operative, ndërsa në projektin Transport Saver buxheti i parafinancimit është në vlerën 11.6 milion lekë, i cili detajohet në llogarinë 602 shpenzime operative 1.2 milion lekë, në llogarinë 230 investime në progres studim projektim që është në vlerën 2.3 milion lekë dhe në investime në 8.1 milion lekë. Gjithashtu në kapitullin 5 kemi ndryshime, sepse kemi shtesën në vlerën 20 milion lekë që janë nga derdhja kuotës së antarësisë dhe nga tarifat e shërbimit. Kemi propozuar një shtesë në vlerën 500.000 lekë në llogarinë ekonomike 600, kjo shtesë vjen si pasojë indeksimit të pagave në vlerën 2.5% dhe na është dashur që të bëjmë rritje në KTS, i cili është pasqyruar edhe në zërin 601 që janë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Kemi një shtesë në llogarinë 604 që janë transferta të brendshme në vlerën 31.1 milion lekë, i cila përfshin transfertën e parë në vlerën 26.3 milion lekë, është planifikuar financim për projektin rikualifikimi rrugëve të fshatit Kopaqes Bashkia Delvin. Kjo transfert është kërkuar nga Bashkia në fjalë nisur nga një shkresë. Gjithashtu dhe transferta e dytë në vlerën 4.7 milion lekë, e cila përfaqëson pjesën e dytë të financimit për investimit rekonstruksioni fushës Bamatat Bashkia Delvin, i cili është një projekt i prokuruar dhe kjo është vlera e dytë që bën përmbushjen e kontratës. Kemi propozuar një shtesë në llogarinë 231 të investimeve në vlerën 41.6 milion lekë, e cila përfshin investimin në rrugën Kamare Shkolla Çiflik Bashkia Konispol, i kemi shtuar vlerën 10.3 milion lekë, i cila ishte parashikuar në PBA 2027-2029 dhe kemi kaluar të gjithë në këtë vit buxhetor. Në mbledhjen e Këshillit të Qarkut u diskutua
edhe për kuotën që bashkitë duhet i paguajnë këtij institucioni, që më pas kthehet mbrapsht për to me investime dhe projekte konkrete. Dhe në një farë mënyre ka qenë një lloj dakordësie, po themi, për ato bashki që gjenerojnë më tepër të ardhura, jo për arsye se punojnë më mirë apo kanë një bazë fiskale më të mirë, por vetë pozicioni gjeografik që kanë në Republikën e Shqipërisë, që turizmi i favorizon Bregdeti, dhe kryesisht e kanë realizimin e buxhetit nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Dhe është marrë, si të thuash, një lloj dakordësie që kjo lloj gjenerimi të bëhet nëpërmjet Këshillit të Qarkut për secilat nga qarqet në Republikën e Shqipërisë, dhe atë ekualizimin, si të thuash, ekonomik ta bëj shpërndarje, pastaj ta bëj qarkur në bazë të vendimarrjes këtu në Këshill, sipas prioriteteve apo kërkesave që bashkitë të një niveli ekonomik më të ulët apo të pazhvilluar ta kenë këtë akses, sepse është një gjë kombëtare më tani, nuk është vetëm turizmi, është dhe afër kombëtare, s'është vetëm lokale për Imarën, Sarandën, Vlorën dhe gjithë Bregdetin. Rrugë e shëndarit duhet bëhet nëpërmjet Këshillit të Qarkut. Nëse flasim për zhvillim rajonal, nuk kemi brenda rajonit bashki shumë të zhvilluara dhe territore pastaj shumë parametra që krijohet në një nivel jashtëzakonisht i madh. Dhe propozimi pikërisht i tyre kjo ishte që si instrument mund propozohet dhe propozuar që si instrument të ishte pikërisht shpërndarja e pasurisë apo e zhvillimit ekonomik të përdori institucioni i Këshillit të Qarkut. Normalisht ne kemi avancuar si Këshill duke mos pritur se çfarë do të ndodhi me reformën apo me këtë lloj propozimi, dhe them këtë kemi avancuar duke negociuar, por fal edhe raportit shumë të mirë koordinues që me kryetarët kemi, dhe pothuajse e kemi vënë në zbatim, pasi po shikoni të ardhurat deri Vlora janë goxhat, sidomos në këtë ditë, premtimi i Marrës është goxha, pavarësisht se akoma nuk ka kryer, por në negociatat që kemi presim një transferim të mirë nga Imara, ndërkohë që ka shtuar në lojë Saranda 2 ditë e fundit, kur fal transfertave të saj po ndihmon projekte në bashkinë Finiq, është një dhe në bashkinë Delvin. Që do të thotë me një tjetër transfert ka kërkuar apo do të mbështesë një projekt që do të bëhet në Sopik në bashkinë Finiq. Në këtë mbledhje të radhës, Këshilli i Qarkut diskutoi dhe miratoi në unanimitet të plot edhe programin buxhetor afatmesëm paraprak 2027-2029, si dhe miratimin e buxhetit të vitit 2027 për qendrën psikosociale Vatra.